Dhe tani të dashur miq, ju kam borx të ju prezantoj misafirin tim, zotrin Toni Jeton Selimi, i cili është, e thashë, kisha shumë problem t'i vija një titull Tonit, po që më pëlqeu kjo që them është mentor për zhvillim personal, qartësi dhe performancë të lartë. Një personalitet i cili ka ndihmuar biznese, individ, artistë ndërkombëtar, njerëz të thjeshtë që të gjejnë rrugën drejt suksesit, që të gjejnë rrugën drejt kalimit të vështirësive dhe në një farë mënyre ta përqafojnë jetën me më shumë dashuri dhe me më shumë guxim për të bërë gjërat që duam. Toni nuk e di nëse arrita të prezantoj si duhet, por prej asaj që kam lexuar, për intervistave që kam parë, këtë bindje më ka japur Toni si personazh dhe si personalitet. Kam të drejtë në këtë që thash? Po, gjithashtu e tha me lidh zemër. Për më gjithmonë është kur ne shprehna me diçka, nuk është te informata, është te qëllimi i energjisë kur e ndan një informat për dikend. Faleminderit. Të lutem me shumë kënaqësi. Toni, nuk dija nga të fillonim këtë intervistë, të flesnim për Tonin si mentor për zhvillim personal, për Tonin si njeri që shkruan, për Tonin si njeri që bën edhe seriale, ka shumë gjëra, po thash, hajde po kthehemi te Toni i vogël, te Toni i Gostivarit, edhe te rrugtimi i tij i jashtëzakonshëm drejt Evropës e më pas edhe drejt krejt botës. Mund ta bëjmë këtë? Po, s'ka problem. Ndajmë një histori që, dhe më thënë, shumë njerëz në përbot, po saqërisht në trojet tona, të populli jonë, ne kena një histori të turbull. Të turbull dhe gjithashtu të dhimbshme, gjithashtu kena kaluar në për luftën, me tranzicionet të ndryshme, po edhe me prindë që kanë luftuar përstepërmi për edukatën tonë. U linda në Gostivar, një familje bujqësore, me plot punë, po gjithashtu ne kishim restorane në gjithë ish Jugosllavin, familja jonë. Dhe u rita duke mbajt lopët, duke mjell lopët, duke shitur gjath dhe tëmbël në populacionin rreth neve, do të thënë në rrethinën tonë, dhe gjithashtu duke mbajt fushat. Në njëjtën kohë isha studenti më i mirë edhe në shkollë. Do thënë me motrën, ma tepër jam rrit për shkak se prindët ishin në Bosën, në Zenis duke punuar 24 orë, si shumica e do të thënë prindërve tonë që kanë biznese të ndryshme, po saqërisht në atë kohë, gjithë gurbeqarë, të thonë fjalën popullore. Dhe gjithashtu gjyshin e kam pas tepër punëtor, tepër bujqësor, se marra shumë shprehi jetësore të punës prej së vogli. Pra që është temeli i krejt këtij suksesi? Dhe me thënë njeriu kur nuk i friget punës, se nuk i friget se çfarë punë është të punu dhe nuk ka një imazh të rrajshëm se një punë ka më tepër vlerë se puna tjetër, dhe me thënë ai njeriu mund të mbrinë mund të korrë shumë sukses. Dhe shumica e klientëve të suksesshëm në botë, që tash i kam, ata kanë pas rrugëtim të ngjashëm. Dhe me thënë gjithë këto njerëz kanë nisur me një vend ku dhe me thënë japin vlerë shumë të madhe etikës së punës. Edhe kanë një falëndërim të madh të familjes. Pa marrë parasysh a kanë pas një familje emocionale të ngritur, se shumica e nesh nuk kena pas prindër që kanë pas gjendjen emocionale. Por me të mirën e tyre, me dijen e tyre në atë kohë, na kanë thënë parë një farë binar të jetës tonë, një farë vizionit. Dhe unë gjithmonë kam pas i lidhur me natyrën. Me kafshën, me natyrën, dhe me thënë ajo... Në fakt është njëra prej lidhje më të mira që mund të një fëmijë më pas edhe njeriu. Korrekt, po gjithashtu i lidhur me familjen, i lidhur me shoqërinë në shkollë, dhe kur e kryeva shkollën fillore, dhe me thënë atë kohë u mbyllën shumë shkolla, mbyllën gjuhën shqipe, u detyrova të shkoj në gjuhën maqedone në Shkup, në shkollën më të fortë të matematikës. Aty kalova shumë, dhe me thënë bullizmin, nga ana pse vetëm isha shqiptar. Ishe i vetmi shqiptar? I vetmi shqiptar. Kishte edhe një gjallë tjetër bekim, po ai u hup në vitin e parë hupur dhe mbete i vetmi shqiptar në shkollë. Dhe gjithë problemet që i kisha nuk ishin nga ana që unë nuk isha student i mirë. Ishte nga ana se veç që isha shqiptar. Po jo gjithë profesorët. Ishte veç një pakicë e nacionalisteve që me të vërtet dushin të zhdukin. Dhe unë ata e përballova duke i bërë maj mirë. Po ju dëshmuar që jo, unë me veten, do me thënë, mënyrën në të cilën përballoja gjithë këto dimta dhe gjithë këto lëndime që i misha për shkak se në moshën 14 vjeçare dikush të urrejnë pse ti e ke një nacionalitet tjetër. Unë prej zvogli nuk e kam pranuar se do me thënë dikush ka më tepër vlerë në rrjetën në më thënë ku jeton, ose në shkollë, ose në edukatë, ose në pozicion. Edhe gjithmonë nuk kam qenë me veten mirë kur e ndëgjohesha dhe me thënë padrejtësi ndaj popullit tonë.
Dhe basi e kryva shkollën e mesme aty, do të thënë, u përgatita për fakultetin në Zagreb, dhe atje mora vendin e parë në provimet pranuese. Dhe ishte një sukses tepër i madh. E di, baba nuk ishte, domethënë, shumë me qejf kur i tregoha se ai donte të jenë në Bosnjë, në Sarajevo. Atje ku ishte me nënën? Korrekt, domethënë që unë kur nuk jam shkollë, të punoj ke restorani. Por realisht unë gjithmonë e kam pas këtë drejtim të shkollës, e kam pas për me qejf dhe thash babës, ti e ke këtë qëllim, unë kam këtë qëllim. Edhe nana gjithmonë ka besuar te unë, edhe fillova fakultetin, edhe ishte kur mendova se gjithë ta sfidat e shëndetit kur isha i vogël, sfidat e bullizmit, sfidat e ndryshme në familje. Të forcuan në fakt. Më forcuan, por gjithashtu mendova i te kalova kur mrina në Zagreb. Është një qytet tepër internacional. Gjeta pak paq. Pastaj nisi lufta civile. Dhe mbasi e kryeva vitin e parë, më morën në armatën jugoslave dhe pa shumë të menet ndryshme dhe jetën më shpëtoi për një kapitan malizes. Dhe masi më shpëtua jetën në Si çfarë ndodhi? Po lufta nisim në Kroaci, lufta nisim në Sloveni, dhe më thënë kishte shumë sende që ndodhen që çdo ditë ne ishim të sulmuar. Okej, keni qenë në rrezik të vazhdueshëm. Dhe njerëz shumica njerëzve rreth meje, ushtarët ketu vranë. Disa prej ushtarëve. U bëre edhe ushtar, Toni? Po. Këtë doja të dija. Okej, do të thotë bëre pjesë edhe ushtrisë. Ushtrisë jugoslave. Do të thënë në kohën aq tulbur. Me shumë turbulenca. Turbulenca, sende, paragjykime, do të thënë askush nuk besonte se do të vine se çka ndodhi kur filloi lufta dhe pas shkatrimit të ushtrisë jugoslave, po gjithashtu lufta në Sloveni nuk zgjati për tepër. Kroacia e marri, pastaj Bosnja, pastaj erdhe në Kosovë. Do të thënë ne si popull edhe në atë kohë, do të thënë edhe armatën e jugoslave kur Slovenia tha ne janë të pamvarur, kur Kroacia filloi pavarësinë, do të thënë shumë ushtarë u vranë për shkak të ata filluan ta lejnë ushtrinë dhe shkojnë në ushtrinë e tyre nacionale. Do të thënë kishte shumë sende që ndodhen që t'jepte një traumë të madhe. Apo saçërisht për shqiptarët në atë kohë. Për shkak se, do të thënë, atë zhdukjen e shqiptarit edhe ish armatën jugoslave se kishim shumë, do të thënë kur erdhën edhe paramilitarët sërbë. Do të thënë për shkak se unë kam dëgjuar shumë mirë, njerëzit nuk mundin të kuptonin se jam shqiptar. Veçëm se ma shefemnin. Kjo të ka shfutuar. Jo veç kjo, po edhe kapetani i Malazes ata s'kishin fëmijë. Dhe gjithmonë nënës e babas i thoshin ti ke 6 nama Tonin. Ma jep njërin. Ma jep njërin ta kemi si fëmijë, edhe kishin një marrëdhënie shumë të mirë me ato. E keni ruajtur edhe më pas? Si? E keni ruajtur këtë lidhje me këtë kapitet? Jo, se ata u shtukën gjatë luftës. Të dy vranë. Dhe me thënë, unë e kam shkruajtur në libër si faleminderim. Ndoshta dikush ke familja e tyre e lexon librin, ndoshta e mban mend emrin, se duhet t'ju them një faleminderim gjithë njerëzve gjatë kësaj periudhe që, domethënë, Azotja, universi, kishte një detyrë tjetër, një vizion tjetër për jetën time. Dhe me ato para u haqi në 200 marka në atë kohë të Gjermanisë, më futin në aeroplan për Shkupi direkt për Londrës. Dhe atje më brina, domethënë, i pastrehët. I shkatruar emocionalisht, me traumat të ndryshme, dhe s'kisha asnjënin. Po gjithashtu nuk e disha edhe gjuhën. Një sfidë tjetër. Një sfidë tjetër. Do të thënë mund ta paramendosh një rrugëtim të një djali me një ëndër, me një familje që normal çdo familje i ka ata të mirat edhe të këqijat, po një familje që mashtron kokë rëndësinë e edukatës dhe zhvillimit të arsimit, çdo gjë. Do të thënë edhe të bësh njëri më i mirë edhe nga ana spirituale. Edhe ty mbrin me një shtet me 10 milion njerëz i vetmuar. Domethënë shumë sende atje që mund të kem, domethënë shumica njerëzve kur mjoftojnë të duan 10 filma veç për storynë tonë. Shumë e vërtetë, e jashtëzakonshme. Unë po mbes pa fjalë teksa po dëgjoj. Cila ishte puna e parë që bëre në Londër? Çfarë bëre? Punët e parë, domethënë kur isha i pastrehur duke jetuar ndër urat e Thamesës. Afër 4-5 muaj kam qenë, domethënë duke fletur rrugëve. Fillova kush shifsha pa përsëri, fillova të pastroj, nëna e kisha tepër të pastër, familjen e kishin nërshme. Fillova më veç pastrojsh, do me thënë ditën, t'i kaloj trauma, t'i kaloj ata dingjet, të qaj, sa duesh të qaj. Një lloj rehabilitimi për vetën. Derisa s'kisha më lot të qaj. Ajo ishte gjë që më mbajti, do me thënë, po kisha një fjallor, që i kishim ma përpara, fjallorin e vogël. Okej, e kuptoj. Që e vishën gjepe vindojshë.
dhe njerëzit që më lejshin libra rreth meje, me fjalorin fillova nga dalë të mësoj gjuhën angleze, fillova pastaj pastroj kopshte, fillova të ndihmoj pleqve kur i shifsha shkojnë në supermarket dhe s'kan asnjëni, po mbaj domethënë gjëra që i bleshin, va bisha deri në shtëpi, va vendosha në frigorifer, dhe njerë vu bësha mëngjes, dhe njëherë va pastrosha shtëpinë, dhe njëherë i pastrosha pleq, dhe ta fillon nga dalë të më paguajnë. Mrapa fillova të punoj në restorante, domethënë duke pastrua enët. Po sepse edhe punë njëjë më. Enët, fillova të se ke një restoran italian, dhe fillova të mbledhi paret edhe për shkollë, por gjithashtu të dërkoj familjes që është në luftë. Dhe më thënë, ajo është një periudhë 10 vjetore që kam punuar 3 deri 5 puna të ndryshme, kam flet maksimum 3 orë gjysmë 4 orë, maksimum për 10 vjetë. S'kam pas një ditë pushim dhe investova gjithë ata para në shkollimin privat. Dhe shërimin e vetës. Dhe gjithashtu ndihmin ku mundesha të ndihmoj familjen në trojet tona. E mrekullueshme, Toni. Faleminderit shumë që ndave këtë pjesë me ne. Dhe nga kretë kjo përvojë, nga gjitha këto peripeti e sfida në për të cilat ke kaluar, kur takon njerëz me probleme të natyrave të ndryshme, duke filluar nga familjare, deri te bizneset, pse jo edhe me probleme shëndetësore, cilat janë 3 këshillat e arta që ua thua, të cilat nëse mund të themi do të ishin zgjedhje e problemeve të kësaj natyre? Këshilla e parë është çdo problem është një pasqyrë. Si çdo ditë ne kur shkojmë pastrojnë edhe rregullojnë atë takojmë dikend ose shkojmë diku. Shiqoni se çka është ai problem, se çfarë pasqyre të jep. Domethënë çfarë informata të jep. A është diçka që do të ndryshosh veten, është diçka që do të ndryshosh nga ana dhe një cilësi të vetes, ose është diçka një vepër që duhet ta bësh ose mos e bësh. Ajo të jep shumë gjëja, informata, hapi parë. Shumë e qartë. Së dyti, domethënë kena një fuqi që asnjëherë s'na ka mësuar dikush si ta kanalizojnë. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Domethënë edhe lumi, nëse lumi është i fortë dhe me plot forcë, me plot ujë, nëse nuk kanalizohet e bën dëmtim. E njëjta gjë është për dijen e njerëzit dhe eksperiencën e njerëzit dhe domethënë atë inteligjencë që unë besoj çdo njeri e kena në vete. Dhe kjo inteligjencë duhet të zhvillohet. Domethënë është duke mbetë si diamanti në tokë, domethënë derisa të forcohet, derisa dikush e gjen e përpunon. Domethënë investoni kohë dhe investoni energji dhe investoni para të duhura që të shihni se si mund ta kanalizoni energjinë tunë, ekspertizën tunë, diturinë tunë dhe dhimbjet tuaja në gjë më të madhe se vetja. Dhe qëllimi i tretë është domethënë gjithmonë investojnë 1 orë në ditë të mësosh diçka të re. Është shumë e rëndësishme. Është tepër e rëndësishme. Pse? Për shkak se tash që hym në një botë shumë më të ndryshme, domethënë posaçërisht në botën e inteligjencës artificiale, ku kam prediktuar, kam treguar në 2017 me një TED Talk që e bëna, Technological Armageddon, a wake up call. Unë parashikova inteligjencën artificiale pa mos u bë trend. Okej. Dhe aty thanë se tash kemi hym në një epokë ku ne krijojmë një qenie super inteligjencë, super artificiale, që të bëhet edhe më mençës së ti dhe informata dhe t'i marrë shumë më shpejt dhe të përpunohet, dhe më thënë shumë njerëz dhe jesin pa punë. Dhe më thënë njeriu që dëshiron të lundrone më mirë në kohën e epokës ku rreth nesh në çdo sferë të jetës tonë dhe të jetë inteligjencia artificiale, tash është momenti që sa më tepër të zhvilloni aftësitë tuaja të ndryshme, që mund të jeni në një market të ndryshëm që është duke zhvilluar momentalisht, është duke zhvilluar në shpejtësi që asnjëri prej nash deri tash nuk e kena pa. Këta janë 3 informata besoj se çdo njeri mund t'i ndihmojë. Me që përmende inteligjencën artificiale dhe në fakt këtë lloj parashikimi që keni bërë vite më parë, nisu nga krejt kjo që shet çdo ditë, Toni. Si do duket një e ardhme, hajde të themi mbas 10 vjeç, do të ketë të njëjtin ndikim inteligjenca artificiale, do të marrë kështu përpara botën me të mirat dhe natyrisht të metat e saj, si e shihni? Kena 2 anë të inteligjencës artificiale dhe teknologjisë. Domethënë ana ku ne me dije e kanalizojmë atë për të zgjedhur problemet më të mëdha në botë, për njerëzimin. Pastaj fillojmë në shtet, pastaj fillojmë në qytet, pastaj fillojmë në vendet shtetërore, si në shkollim, si në arsim, si në shëndetësi dhe çdo sferë tjetër, dhe pastaj në familje dhe në individ.
Për nga ana tjetër, nëse ne shohim ku është bota sot, me gjithë tmerret e botës, me gjithë luftrat e botës, me gjithë çka ndodh në botë nga ana e ekonomisë, nga ana e pasigurisë. Shumica e njerëzve në botë janë duke jetuar pas sigurisë, nuk e di se çka do të ndodhe nesër. Edhe shohim ke disa lidera në përbot, që çdo ditë ata ndryshojnë diçka. Edhe biznesat si biznesat janë tepër të sësuar për shkak se ata nuk marrin masa se çka do të thonë ai vendim që e bën një president. Si do të ndikojë? Si do të ndikojë. Është kryer një pasiguri e madhe, shohim ne si është normalizuar, të vrasësh njerëz dhe askush nuk merr masa për atë sende. Ne normalizojmë gjëra që nuk është edhe nga feja, po edhe nga shkenca nuk është e pranueshme. Nga dale e humbin humanitetin tonë. Ne gjithë duhet zgjohen që ta mbajmë atë humanitet në një epokë ku ne kena krijuar një jetë tjetër artificiale që gjithë informatat e gjithë botës mund të përpinone mund të përpinone me shpejtësi që trurion s'mundet. Ne e krijojmë armikun më të madh tonë. Por, nëse ti i zhvillon aftësitë, nëse e mëson gjuhën e armikut, jo se veç gjuhën, por gjithashtu edhe aftësitë ndryshme që roboti nuk mund t'i bënë si ti. Ti tash krijon një urë që mund të bashkëpunojsh dhe të krijosh diçka shumë të mirë me inteligjencën artificiale. Prap kthena te cilësitë njerëzore. Prap kthena ke vlera më e madhe një lider, një biznes, një shtet që do ta ketë për 10 vjet, është integriteti, është humanizmi jon, është vlerat tona dhe një qëllim që është për gjithë botën. Dhe në çdo sferë tjetër ne do shohim aplikimin e inteligjencës artificiale, do shohim spitale pa mjek, do shohim nuk do të kena shkolla. Shkollat do të bëhen shumë më tepër në mënyrën e inteligjencës artificiale. Do shohim biznese, një njeri pa marrë parasysh kush je. Mund të kesh 100 robota të inteligjencës artificiale që mund të zhvillojnë një biznes me miliarda. Kena shumë sende që do të ndryshojnë edhe për të mirë edhe për të keq. Pyetja është kush je ti? Dhe si do të shfaqesh ti me një fuqi shumë të madhe nëse përdor inteligjencën artificiale, robotikën dhe gjëra tjera që janë duke zhvilluar në shpejtësi të madhe. Për Climb Greater Heights do të flasim pas pak, është një libër i jashtëzakonshëm që Toni sot me tekst të veçantë do ta promovojmë në këtë takim të pasdites, por që fillimisht janë miq tanë afaristë, ata të cilët zënë gjithmonë një vend të rëndësishëm në këtë takim të pasdites. Tani, si mund të ngjesim majat më të larta, majat më të veçanta, greater, më të mëdhajat në kuptimin më madhështoret? Po e përkthej kështu titullin e librit të Tonit, i cili është një libër i jashtëzakonshëm me 6 çmime ndërkombëtare, me bestseller në Amazon, me 2.7 milion njerëz në Times Square të cilët e kanë parë dhe me një sukses internacional, se s'po di nëse është ndonjë fjalë tjetër më e përshtatshme. Si të ngjisim këto majat më të larta në jetë, Toni? Ke arritur ta përçosh mesazhin, atë që dëshiroje nëpërmjet këtij libri, dhe vetë fakti që ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm, një feedback të tillë, na le të nënkuptojnë që po, atë që e keni shkruar të tjerët e kanë pranuar dhe në një farë mënyrë ju kanë ndihmuar. Absolutisht. Do të them për 12 vjet e fundit, Dona, kam kriju një biznes global. Do të thënë shkoa prej një njeri që se njeh askush, një njeri që punoj në organizatat të ndryshme publike dhe të shtetit, që menaxhova mbi 10 miliard programe të teknologjisë. Do të thënë isha i zhytur në organizata dhe kur je në zhytur me një punë, ti punon për atë organizatë. Dhe qëllimin e kisha 100% si të korri sukses në atë organizatë për atë organizatë. Dhe në 2008, kur nisën krizat ekonomike në përbot, organizatën që punova, ma dhanë detyrën që duhet të largohen 50% punëtorisë dhe unë dhe jemi i fundit. Dhe është të bëj një detyrë që edhe pse është kundra vlerave të mia, por ta imponojnë. Edhe duhet të bëja në mënyrë që është humane, jo në mënyrë që më thanë duhet të bëj. Dhe ati ishte konflikti më i madh për mua, duke ditë se edhe unë jam një person i atij, se shumica e njerëzve largohen për atij sendi,
Dhe unë e pranova detyrën, thash unë do punoj me çdo njeri edhe të ndihmoj këtyre njerëzve të gjojnë punë të tjerë. Okej. Edhe më në fund kur e bëna accent, unë u largova vetë. Dhe shkruaj një libër për të accent, se kishte gjëra që domethënë ka gjëra politike, gjëra nga ana e psikologjisë, nga ana e emocioneve, gjëra ti çdo person që e kam zhvilluar domethënë në ekipën time, domethënë kam investuar. Dhe kur shiqova një natë, domethënë mas kjo ndodhi, unë shkova në Oxford Street, domethënë rrugën më të madhe e qitjeve në Londër. Edhe e paç veten pas 20 vjetëve me gjithë atë punë, me gjithë atë shkollim, me gjithë atë investime, me gjithë atë hora sukses, tash jam te hapi ku i hupi edhe banesën, hupi çdo gjë që kam investu, kam kryu, për 20 vjetë kam punu. Dhe isha në një vend psikologiku edhe vetvrasjen e konsiderojshe. Dhe me thëmë, pse kjo më ndodh mu? Se thjesht, dhe me thëmë, prej zvoglin, në spital, dëvdisha. Lufta nisë që dëvdisha. Isha i pas trehët e një të gjithë. Tash, me gjitha ta investime, prap erdhë diçka jashtë vetës, ndodhen edhe prap ndikon të unë emocionalisht dhe psikologjisht. Dhe e kisha atë moment ku dysha edhe të hudhen para busit në Oxford Street. Edhe në atë moment, dhe me thënë, erdhë dielli, u bë dielli, edhe fillun dyqanet hapen nga ora 8 mëngjes. Edhe shiqoj tash, dyqanet jeshin plot me njerëz fillun t'hipin. Edhe është një rrugë, dhe me thënë, ati kryon me 100 milione në ditë. Edhe parashtrova vetës pyetjen. Dhe thënë, çka është ajo që gjithë bota thot kena krizë ekonomike, unë jam duke pa pasqyrën para meje se çdo kush shpenzon para. Të gjithë po harxojnë. E çka është ajo dallimi mes këtive dhe meje? Edhe ajo tash më zhyti me një rrugë tjetër transformimit, dhe me thënë si mund të marrë atë kontrolën e vetës dhe si mund të kryoj një jetë, pa marrë parasysh ka ndodhë rrethanet e jashtme, unë të jem kontrol të jetës time, kontrol të financave të mime, kontrol të biznesit tem dhe gjëra që mund të kem kontrol. Se për ndryshe, këta ciklat e jetës gjithmonë të binë njëjtën gjë. Dhe ajo fillu i rrogotimi ku investova, e shita, dhe me thënë, banesën, bana edhe një kredit, investova ta para, punova me shumë trajnerët të ndryshëm, dhe fillova të qartësoj si mund të bëj gjithë mësimet që i kisha nga ana e biznesin, nga ana e teknologjisë, leadershipit, menaxhimit, po psikologjisë, rrugës time, çdo gjë që kam mësuar që njerëzit kenë një benefit, profitoni për sa, një dobit madhe për këtyre sende dhe shkruajta librin e parë. Dhe A Path to Wisdom, How to Live a Healthy, Balanced and Peaceful Life. Për shkak se këta shëndetshme me balans dhe me qetësi shpirtërore. Çdo kund se kishte këtë. Asnjë njeri me cilën bisedosha këtë ishin domethënë në këtë sende. Edhe sot shumica nuk e kemi. Dhe ajo rrugë tash, 10 vjet më vonë, domethënë çdo parim që e zhvillova, dhe çdo parim që përdora në biznesin tim, po gjithashtu edhe në klienta që varrita biznesin, 6 cifra, 7 cifra, 8 cifra, po gjithashtu 9 cifra, i vendova 12 hapa. Që nëse njeriu i përdorën çdo ditë dhe qartëson çdo ditë dhe vazhdon të qartësone, unë të garantoj sukses në gjitjen më të ndaja të suksesit, po gjithashtu me një qëllim që është për benefit për shumë njerëz. Përndryshe për mua suksesi është veç shkëmbim i një vlere që ke në dijen tënde, që zgjedh një problem shumë të madh për atë që dëshiron ta shërbesh. Edhe nëse njeriu dëshiron para të krijone, kjo është e para që duhet qartësohet. Edhe kur ti fillon të punosh këtë send, edhe unë përdora këta 12 hapa për 12 vjet. Edhe gjithë klientët në përbot më thoshin shkruajnë libër. Edhe i shkryta në libër, bana një tretmat metodologji, se kryova metodologjinë, duke publiku libri, edhe tash, kur i keni marrë këta informata kanë qenë 6, tash 8 çmime. Atër, i pas kemi nga për një afu morën edhe 2 çmime tjera. Pse? Për shkak se në botën ku jetojmë tash, dhe me thënë posaçërisht bizneset në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në trojet Ballkane, ka shumë biznese që janë biznese familjare. Ata, do me thënë, e kanë ngrit biznesin, por psikologjia e biznesit është ngrit. Do me thënë, gjithashtu menaxhimi i financave, menaxhimi i vendmarrjes, menaxhimi i komunikimit të një lideri, do me thënë, këta gjithë sende ndikojnë në biznes. Dhe kam takuar shumë njerëz këtu që janë bërë shumë financiarisht dhe zdrohen. I hupen jetë. Pse ndodh kjo? Prap kthehen atë psikologjia e një liderit. Do me thënë, nëse shoh unë si familja ime rritën biznesin,
po ata s'kan pas një vizion qartë. Ata s'ishin përgatitur për luks, kishin asgjë, edhe s'kan pas, edukatën e financave, menaxhimit të financave. Gjithë këta sende duhet të mësoj, t'i përballoj dhe gjithashtu të shfrytëzoj në biznesin tim, po me gjithë klientët në përballje. Për shkak se ato shprehësira në neve gjithmonë zmadhohen. Pa marrë parasysh ku je në shkallën e suksesit, kur shkon në shkallën tjetër ti je në turbo. Nuk je qartësi. Prandaj unë ta mbotën udhtoj gjithmonë 3 muaj, 4 muaj përpara njerëzit të bëjnë konsultat. Sepse ata e din rëndësinë kur punon ti me një ekspert që ta menaxhon atë kohën dhe ta menaxhon psikologjinë që të ngrihet dhe bën një upgrade psikologjisë si bën telefonat. Dhe më thënë në upgrade që kur e zhvillon biznesin, edhe ti ngrihesh me biznesin, për gjithashtu edhe punëtoria jote. Tani, ky libër në fakt dhe krejt këto takime, udhëtime në përbot kanë mundësu të njohësh personalitetet të jashtëzakonshme, fytyra publike, aktor, këngëtar, biznesmen, njerëz të suksesshëm në fusha dhe dimensione të ndryshme të jetës. Cilin do t'a veçoje për ne? Jam shumë kureshtare të vinë një histori. Disa emra nuk mund përmensi, për shkak se normal e kena kontraktat e kena. Nëse përveç si aktore, është një aktore e Hollywoodit, Annalyn McLeod, dhe më thënë ajo është edhe aktiviste, por gjithashtu aktore, për Beverly Hills 905. Po gjithashtu tash ishan një ndër ishut e Hawaii, dhe më thënë një personazh tepër i madh botëror, ka ishuin e vetë. Në më thënë, kina punu privat aty, po gjithashtu kam njerëz që janë politikan, kam njerëz që janë nga familjet rojale, edhe në për Evropë, po gjithashtu edhe në vendet e Azis. Dhe është një kënaqësi që jam në shërbim të njerëzve që nga ana kur nuk i njeh, ke shumë paragjykime. Po kur zhytesh në botën e tjere dhe kur je në shërbim të sheh një pasqyrë që edhe të frymëzon, po gjithashtu këtu vetës faleminderit që jenë në një moment që dikut mund t'ja shërojsh jetën, mund t'i japësh një qartësi, mund t'i japësh një mbështetje, mund t'i japësh një hapësirë ku gjëra që nuk mund t'i thotë familjes, ose partnerit, ose sendet, ata t'i japësh dikuj tjetër që ata shmërasin dhe në gjenë mirë me vetën. Për shkak se me çdo klient, sfidat e tyra janë shumë individe. Janë të ndryshme. Janë të ndryshme, se çka është për një njeri një sfidë, për një tjetër nuk është. Tani unë përmenda që përveç mentor e shumë titujt e tjerë që i ke fituar jo thjesht pse jeta të ka ballafaqur me shumë çka, por për faktin që ke studiu dhe ke punu mbi të gjitha me veten tënde. Përmenda edhe dokumentar, filma, seriale. Njëri prej atyre që në fakt më bëri shumë përshtypje është Living My Illusion, The Truth Hurts, The Truth About Reading. Do më thonë, unë po jetoj këtë botën time iluzionare, nëse mundeve për këtë kështu, të vërtetën, atë që them, por edhe të vërtetën rreth e leximit. Është një dokumentar që në fakt prej asaj që arrita të shohë në rrjetet sociale dhe në këto platformat ku ju jeni, është jashtëzakonisht ndikues tek të gjithë ata që e shohin dhe shumë motivues në fakt për njerëz të cilët në faza të ndryshme të jetës mund të ballafaqohen me probleme të natyrave të ndryshme. Absolutisht, dhe më thënë, kjo është rastësisht të krimi, këta janë 2 dokumentarca me famë botërore u bon. E pari, Living My Illusion, doli e klienteve që më punësuan të zhvilloj biznesin e teknologjisë për tyre. Dhe gjatë kësaj periude, dhe më thënë, e pash se problemi kryesor në biznes është të qiftit që janë biznes. Dhe fillova të bëj konsulta të qiftit. Dhe ishte një periudhë ku ata e panë të vërtetën që e mbashin të në qefët. Dhe mund të flasi lirish për shkak se e kina vindu këtë në dokumentarës. Dhe gjatë kësaj rrugë, dhe më thënë, kur ti ballafaqohesh me një njeri që bësh pasqyrë qartë, dhe nuk ka rrugë tjetër përveç se ti ta pranosh të vërtetën, realitetin. Dhe nuk është diçka e lehtë, për shkak se ne kur mësojna me rena që ja tregojmë betës, me kohë këto rena bëhen si të vërteta dhe ne shprehin fjalor se janë të vërteta. Derisa një njeri si unë vin dhe fillon gjytet në thellësinë e psikologjisë dhe në thellësinë e nëndijes. Shohim atëherë fillon të
Bëhet pastrimi kësaj pasqyre. Bëhet pastrimi kësaj sende dhe njeriu duhet të ballafaqohet me të vërtetën, pa marrë parasysh sa rënd është. Domethënë, këto ishte 3 vite konsulta dhe e bëm një dokumentarës Living My Illusion, The Truthers, domethënë e vërteta dëm, se ajo vetëm dëm është pjesë e parë. E vërtet. Pjesë e dytë është të lirohesh. Po. The truth brings you freedom. Domethënë, ti ke një liri, të sjell liri. Domethënë, edhe nëse dashuria është e vërtetë, me atë liri ringjallë dashuria. Se kam çifte që i kam divorcuar, domethënë, në vende shumë të mëdha ku mendojnë me miliona divorcime. Dhe ku edhe advokatët kanë thonë nuk mundesh se janë në konflikt me njëri tjetrin. Por ata vendosën vetë dhe ju ndihmova të divorcohen me dashuri. Ke punuar edhe në këtë? Me dashuri, korrekt. Sa e bukur kjo, të divorcohen me dashuri. Divorcohen me dashuri. Edhe dokumentarësi tjetër, pasi nisëm, se kjo shkojnë për tam botën, erdhëm edhe në Hollywood edhe sendet, se çdo njeri e pa veten në dokumentarës, për shkak se ne nuk bëm diçka që nuk është realt. E bëm realitetin se çka ndodh, këtë dy njerëz të suksesshëm, edhe ata rezultati doli, përveç se domethënë një suksesit madh me dokumentarin, se kjo u bë si projekt i bashkët. Gjithashtu biznesi e tyre u rrit, si pastruam gjithë ta sendet, e shitën biznesin dhe tash krijuan biznes tjetër që është në përputhje me ata qift. Interesant. Dokumentarësi tjetër është domethënë alfabetizmi në gjithë Amerikën. Si problem. Korrekt. E bashkë të kisha një temë, domethënë si alfabetizmi neve na ka mbajtur për brapa, dhe si gjithashtu ajo shfaqet sot në kohën e sotshme në shprehjen e njeriut dhe gjithashtu në shprehjen e biznesit, liderit ose politikanëve në trojet tona. Është një tjetër serial për cilin po punohet, doja shumë shkurt të flasim, Into Your Divinity, Climbing Greater Heights. Premtojnë që ka me u thellu në këto sfidat universale. Çka sa akceptoni? Së pari, nëse ne te kalojmë këto sfida me vetën, ne rikthehena te drita jonë himnore. Dhe shumica njerëzve nuk kanë qartësi çka është ajo dritë himnore. Nga donjëherë ne e lidhim atë me dashuri. Po nga ana tjetër, edhe me thëmë, psikologjia jonë krijon shumë rena, dhe me thëmë, merr shumë informata dhe në kohën e sotshme sfida më e madhe e çdo njeriu është ne marrim me biliona informata që para 20 vjetë, 30 vjetëve ne si kena pas. Dhe me thëmë, psikologjia jonë nuk ka ndryshuar që të mundet të menaxhojnë këto informata. Edhe Into Your Divinity është dhe me thëmë, kur ti hyn në atë pjesën tënde që është himnore, kush je? Çfarë lideri je? Çfarë biznesi ke, çfarë marrëdhënie ka, çfarë fjalori ke, çfarë mënyre ke ti kur komunikon me dikën. Domethënë këta janë gjithë sferat, temat e ndryshme që do të zhvillohen, edhe kjo është specialisht për njerëzit që kanë korë sukses dhe ende e din, domethënë dobin kur punojnë me një ekspert, do të punojnë tan vitin dhe do të inqylsojmë 5 klienta special për ndryshme dhe e kryejmë atë rrugë që njerëzit seftet vinë të kenë një pasqyrë, se çdo njeri është njeri. E bukur. Mua më vjen keq që veç i kemi kaluar minutat e rezervuar për këtë intervistë, po çka të bëj? Nuk mund të mos të marr këto informacione, janë të rralla mundësi që t'ju kemi në këtë emision. Ka shumë njerëz që ndjekin dhe pëlqejnë magazinën Bonbon, pa dashur të lavdroj veten ose televizionin. Cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ata të cilët nga njëherë vuajnë prej presionit në biznes, nga njëherë prej presionit në familje, presionit në qift. Vetjeta është bërë shumë e vështirë. Ne dëgjojmë në vazhdimsi, e përmendet edhe ju, luftra, pasiguri, ekonomike, politike, madje edhe emocionale. Cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ata që sot po na ndjekin tani? Së pari, qartësoni se çka është ajo që të krijon dhimbjen më të madhe. Se si zakonisht nuk është një gjë jashtë vetes. Është ajo pjesa e jonë që është ndjetë e dëmtuar, që dëshiron të shprehet. Me fat keq shumica e njerëzve nuk e kanë formuar mënyrën në cilën ne reagojmë kur i marrim informatat.
dhe ajo na streson neve për tepërmi. Do të thënë, së pari nisni me qetësu veten. Mund nisish me një meditim të vogël, mund nisish me frymëmarrje, por gjithashtu vendoni pasqyrë para vetes dhe atje një bisedë learte. Edhe pse kjo duket qesharake, por ka shumë ndikim të madh. Nëse nuk e dëshiron pasqyrën, mund shkosh në natyrë. Mund shkosh, domethënë, para lumit, edhe bisedo me lumin. Mund dalësh në mbrëmje në ke qiellin, bisedo me qiellin, por filloje bisedën me veten. E bukur. Toni, të falenderoj përzemërsisht për kohën që ndave sot për ne, për gjitha këto këshilla dhe mbi gjitha për këtë rrëfim të jashtëzakonshëm që ndave sot. Faleminderit edhe ty, emisionit Bonbon, gjithashtu pronarëve dhe gjithë ekipës. Të lutem, me shumë kënaqësi.